Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçe dhe prej 12 vitesh jam e martuar me njeriun që dikur mendoja se do ta njihja për gjithë jetën. Kur u martuam, isha 26 vjeçe dhe kisha entuziazmin e një vajze që beson se dashuria dhe besimi janë gjëra që zgjasin përgjithmonë. Ne nuk kishim një jetë luksoze, por kishim ndërtuar diçka tonën. Një shtëpi të vogël, disa rutina të përditshme, dhe atë ndjenjen që vjen kur mendon se ke dikë që është gjithmonë në anën tënde. Por vitet e fundit diçka kishte ndryshuar. Nuk ishte një ndryshim i madh që të bie me një herë në sy. Ishin gjëra të vogla, heshtje më të gjata në tavolinë gjatë darkës, telefoni që ai mbante gjithmonë pranë vetes, buzëqeshjet e vogla kur shikonte ekranin dhe mënyra si e kthente telefonin përmbys kur hyja unë në dhomë. Në fillim nuk i dha shumë rëndësi, ndoshta sepse nuk doja ta besoja që diçka nuk shkonte. Por një ndjenjë e çuditshme filloi të më shoqëronte çdo ditë. Atë mbrëmje gjithçka dukej normale. Kishim ngrënë darkë bashkë dhe ai ishte kthyer shumë i lodhur nga puna. E mbaj mend që u shtri në divan dhe tha: "Po mbyll pak syt vetëm 5 minuta." 5 minutat u bën gjysmë ore dhe pastaj 1 orë. Ai kishte rënë në gjumë të thellë. Unë po rregulloja kuzhinën, pjata, gota, disa gjëra të vogla që zakonisht i bëj pa menduar shumë. Kur dola nga kuzhina, pash telefonin e tij mbi tavolinën e vogël të sallonit. Në ekran kishte ardhur një njoftim mesazhi. Normalisht nuk jam nga ato gra që kontrollojnë telefonin e burrit. Gjithmonë kam besuar se në një martesë duhet të ketë respekt dhe hapësirë personale. Por atë natë diçka brenda meje nuk më linte rehat. U afrova dhe e mora telefonin. Për disa sekonda qëndrova duke mbajtur në dorë, duke parë ekranin e fikur. Në kokën time po luftonin dy mendime. Njëri më thoshte vendose aty ku ishte dhe nuk e pse hap, ndërsa tjetri më pëshpëriste. Ndoshta duhet ta dish të vërtetën. Më në fund shtypa butonin dhe ekrani u ndez. Telefoni ishte i hapur. Hapa aplikacionin e mesazheve dhe menjëherë më ra në sy një emër që nuk e kisha parë kurrë më parë. Nuk ishte emër mashkulli, ishte emër femre. Zemra filloi të më rihte më shpejt. E hapa bisedën. Mesazhi i fundit ishte dërguar pak minuta më parë. Mezi pres të shoh nesër. Mbeta e ngrirë për disa sekonda. Fillova të lexoj më lart. Sa më shumë lexoja, aq më shumë ndjeja sikur toka po më rëshqiste nga poshtë këmbëve. Mesazhe të përditshme, biseda të gjata, batuta intime, kujtime nga takimet e tyre. Ata nuk po flisnin si dy njerëz që njihen thjesht nga puna, po flisnin si dy njerëz që kishin një lidhje të fshehtë. Në një nga mesazhet ai kishte shkruar: "Me ty ndihem ndryshe." E lexova atë fjali disa herë. Ishte një fjali që unë nuk e kisha dëgjuar prej tij prej shumë vitesh. Fillova të rëshqas bisedën edhe më lart. Pash foto që i kishin dërguar njëri tjetrit. Plane për të dalë, biseda për vendet ku kishin qenë bashkë. Në një moment duart filluan të më dridhen. Nuk doja të lexoja më shumë, por një pjesë e imja nuk mund të ndalonte. Sa më shumë që zbuloja, aq më shumë kuptoja se kjo nuk ishte diçka e re. Nuk ishte një flirt i momentit, kjo kishte kohë që vazhdonte. Më mbushën syt me lot, por nuk qava. Thjesht u ula në karrigen pranë tavolinës dhe mbajta telefonin në dorë. Në atë moment ndjeva veten shumë të qetë në një mënyrë të çuditshme. Ishte ajo qetësia që vjen kur një vërtet e madhe të bie mbi kokë dhe ti nuk e di ende si të reagosh. Ktheva kokën nga divani. Ai po flinte akoma. Fytyra e tij duke i qetë, sikur nuk kishte asnjë sekret në botë. E pash për disa minuta.
Në kokën time po kalonin kujtimet e viteve tona bashk, pushimet e para, shtëpia që e mobiluan bashk, planet që kishim bërë për të ardhmen. Pastaj shikoja telefonin në dorën time dhe kuptoja se diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Mendova ta zgjoja, t'i thoja menjëherë që di gjithçka, por ndalova. Ndoshta sepse në atë moment nuk isha gati të dëgjoja justifikimet e tij. Vendosa telefonin në tavolinë aty ku e kisha gjetur. Ula në divanin përballë dhe e shikoja teksa ai flinte. Ora kalonte ngadalë. Mendja ime kishte mbushur trurin gjithë me pyetje. Kur kishte filluar kjo? Sa kohë më kishte gënjur? A kishte menduar ndonjëherë për mua kur i shkruante asaj? Por mbi të gjitha më dhimbte një mendim tjetër. Si një njeri që ke dashur për kaq shumë vite mund të bëhet papritur një i huaj? Atë natë nuk fjeta fare. Ndërsa drita e mëngjesit filloi të hynte nga dritarja e sallonit, e kuptova se jeta ime nuk do të ishte më kurrë si më parë. Ndonjëherë nuk janë zënkat apo problemet e mëdha që prishin një martesë. Ndonjëherë është thjesht një telefon i hapur në një natë të qetë që të tregon një të vërtetë që nuk e kishe imagjinuar kurrë.